Nuk di nëse mund ta përshkruaj dot atë që ndjeva atë ditë. Mbase nuk ka fjalë për ta përkufizuar ndjesinë e dikujt që kupton. Pas 15 vitesh dashuri, përkushtim e sakrificë, se gjithçka që kishte ndërtuar, gruaja, shtëpia, fëmijët, nuk i përkisnin. Asgjë nuk ishte e imja. As ata që i kisha mbajtur në kraqë në lindje, as ajo që besoja se ishte dashuria e jetës sime. Jetoj në Elbasan. Kam lindur e jam rritur këtu, në një lagje të thjeshtë, mes njerëzve që e din jetën e njëri tjetrit deri në detaje. Pas shkollës së mesme, nisa punë në një servis makinash. Ishte vetmja gjë që dija të bëja mirë, të riparoja, të rindërtoja, të ktheja në jetë diçka të prishur. Ironike në fakt, sepse në fund ajo që më shkatërroi mua nuk kishte asgjë që mund të riparohej. E njoha Elenën në një dazmë. Ishte kushërira e një shoku tim. Me sy të gjelbër, flok gështenj dhe buzëqeshje që dukej sikur ndriçonte gjithë sallën. Që atë mbrëmje, syt mund ngjiten tek ajo. Nuk e di çfarë më tërhoqe figuration më shumë. Më shumë, thjeshtësia apo mënyra si më foli, me një zë të butë, të ndrojtur. Pas asaj nate, se hoqa më nga mendja. Nisa ta kërkoj, ta takoj, dhe ajo më pranoj. Brenda pak muajsh u bëm të pandar. Martesa jon u bë një vit më pas. Ishim të rinj, me ëndra, me shpresa. Nuk kishim shumë, por kishim njëri tjetrin, dhe për mua ajo mjaftonte. Vitet kaluan. Punova ditë e natë që të mos i mungonte asgjë. Bleva një shtëpi të vogël në periferi. Ajo u bë mësuese, ndërsa unë vazhdoja me servisin. Kur lindi vajza e parë, u ndjeva njeriu më me fat në botë. Mbaj mend si dridheshin duart kur e mora në krah. Ishte një ndjenjë që se e kisha provuar kurrë. Ndjeva se çdo lodhje, çdo mund, çdo sakrificë ia vlente. Pas 2 vitesh, erdhi edhe gjalli. Jeta jon dukej perfekte. Njerëzit na shikonin si çiftin shëmbullër të qytetit, të dashur, të bashkuar, me 2 fëmijë të mrekullueshëm. Unë isha i lumtur, apo më saktë, mendoja se isha. Vitet rrodhen pa u ndier. Fëmijët u rritën. Elena nisi të qëndronte më shumë jashtë PS, me justifikimin e punës, trajnimeve, takimeve me kolegë. Unë nuk dyshova kurrë. Ishte gruaja ime. Gruaja që i besoja me sy mbyllur. Por nganjëherë, mbrëmjeve vonë, e ndjeja se diçka mungonte. Ajo flinte me shpinë kthyer, ftohtë si e largët. I flisja, por ajo nuk përgjigjej. Fillimisht mendova se ishte lodhja, pastaj se ishte stresi i punës. Por brenda meje, një zë i heshtur filloi të më brej. Diçka nuk shkon. Një ditë, kur djali im i vogël u sëmur, shkuam në spital për disa analiza. Mjeku më kërkoi të firmosja një formular për testin e gjakut, dhe në bisedë më tha diçka që në fillim nuk i kushtova rëndësi. Zakonisht, kur prindi nuk ka të njëjtën grup gjaku, duhet ta verifikojmë. E pyeta për kuriozitet. Çfarë do të thuash? Ai më shpjegoi me qetësi shkencore. Nëse grupet nuk përputhen sipas rregullave biologjike, diçka s'është në rregull. Por ndonjëherë ndodh për arsye gjenetike të rralla, në fillim qesha. Nuk doja ta besoja. Por diçka më shtyut i kërkoi mjekut që të bëhej edhe një test atësie. Vetëm për qetësinë time. E bëra fsheurazi, pa i thënë Elenës asgjë. 3 javë më pas, mora përgjigjen.
E mbaj mend si sot. Ishte një mëngjes me shi. Fleta ishte e bardhë, me disa shifra të thata dhe një fjali të shkurtër në fund. Atësia e përjashtuar. Në fillim mendova se kishte gabim. E rileqova disa herë, por fjalia s'mund të ndryshonte. Atë ditë më dukej sikur më morën frymën. S'isha më në gjendje të flisja, as të mendoja. Më kaluan përpara syve të gjitha vitet tona bashk. Dasma, lindja e vajzës, ditëlindjet, udhëtimet, netët që s'kishim lek por që shnim bashk, dhe një pyetje e vetme më mbeti në kokë. Pse? Nuk i thash me njëherë asgjë. Bëra testin edhe për vajzën, fsheu Razi, e njëjta përgjigje. As ajo nuk ishte e imja. Atë natë s'munda të fle. U ulla në kuzhinë, ndeza një cigare pas tjetres dhe ndjeva se çdo kujtim më diqte në shpirt. Kur ajo u ngrit nga gjumi në mëngjes, e pash ndryshe. Sytë e saj më dukeshin të huaj. Duhet të flasim, i thash. Në fillim u përpoq të më shmangte. Pastaj kur i tregova letrat, u zbardh në fytyr. Si i ke marrë këto? Jo, Elena, i thash me zë që më dridhej. Pyetja është tjetër. Kush është babai i fëmijëve tanë? Në atë moment, heshtja që pasoi më vrau më shumë se çdo fjalë. Ajo uli syt dhe qau. Mu lut të mos e dëgjonin fëmijët. Mu betua se më kishte dashur vërtet, por se një gabim i vjetër e kishte ndjekur gjithë këto vite. Më tregoi se gjatë periudhës së fejesës kishte pasur një lidhje të shkurtër me dikë që punonte në Tiranë, një burr më i madh në moshë që më vonë ishte zhdukur nga jeta e saj. Kur më njohu mua, tha se e kishte lënë gjithçka pas. Por kur lindi vajza, kishte kuptuar që mund të mos isha unë babai, dhe s'kishte pasur forcë të më tregonte. Mu duk si një sken filmi. Ajo qante, unë heshtja. E dëgjoja, por nuk ndjeja më asgjë. Zemra ime ishte bërë një gur. Nuk kishte më rëndësi kush ishte ai burr. Rëndësi kishte që ajo kishte jetuar me mua. Më kishte parë në sy çdo ditë, dhe më kishte lënë të besoja një gënjeshtër për 15 vjet. U ngrita pa thënë asnjë fjalë. Të nesërmen lash shtëpinë. Fëmijët që atë natë nuk e kuptuan asgjë, më kërkonin çdo ditë në telefon. U thash vetëm se babi ka nevojë për pak kohë, por e vërteta ishte se nuk dija më kush isha. Nuk isha më burr as baba. Ishte sikur më kishin zhdukur identitetin. Kaluan muaj. Elena u përpoq të më takonte, të më kërkonte falje. Por çfarë faljeje mund të shëroj një gënjeshtër që të ka shkatëruar jetën? U ndam zyrtarisht një vit më vonë. Fëmijët, apo më saktë, ata që unë i quaja fëmijët e mi, nuk e din të vërtetën. Vendoshta është më mirë kështu. Ata s'kan faj, as nuk do ta kenë kurrë. Punoj ende në të njëjtin servis, por jeta ime nuk është më e njëjta. Ndonjëherë, kur shoh një baba që mban dorën e fëmijës në rrugë, më kap një therrje në gjoks. Jo për Elenën, për ta, për ata 2 fëmijë që do t'i doja gjithë jetën, edhe nëse do ta dija që s'janë të mijat. Por plagët nuk shërohen me sikur. Kam mësuar se dashuria mund të jetë verbuese, dhe se ndonjëherë, njeriu që i ke dhënë gjithçka, është ai që të shkatëron më shumë. E vetmja e vërtet që më ka mbetur, është ajo që shkruhej në letrën e bardhë atë ditë të shiut. Atësia e përjashtuar. Do ta doja të mos e kisha hapur kurrë atë zarf, por ndoshta më mirë të vrase vërteta, se sa të gënjej një dashuri që s'ka ekzistuar kurrë.
Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi të ndani me ne, në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.